Familja Fejzullahu nga Tetova menaxhon rreth 300 rënj qershi, por përballet me vështirësi të mëdha jo vetëm për shitjen, por edhe për vjeljen, për shkak të mungesës së krahut të punës. Bujku Vehap Fejzullahu thotë se nga kjo veprimtari nuk ka më leverdi. Aq e rëndë situata sa që vllai i tij tashmë është larguar nga shteti, ndërsa së shpejti do të largohet edhe ai vet, duke e lënë tokën vetëm në duart e babait të moshuar. Afërsisht kena të 300 runa në belta, trek nuk ka, nuk shajtet, nuk shkon, çmimi ka ra poshtë, pa i punëtor s'ka për tim lidh. Që këto janë kit. 2 vjet s'kena pat, ndim s'kena pat kur gjë, s'na kanë ndihmuar shteti kur gjë. Ne këtë eva kena bë kushtet kit, me të krasajtme, me të dritaun, me stërpajtme, me të mirëmbajtme. Prap, kur vajnë të puna u presh, nuk di që ne mot na do të ftofti, ne mot na do të breshni, si vjet ka, si vjet s'ka çmë. Që pranë velaxhi që kena çu, çmimi ka kon 50 denar, 5 miliard. Çmimi me shumicë. Ato e shesin 8, 9. A ka të shesin, që shkjo, s'ka qërësin. Leverdi s'ka kur gjë. Momentalisht, veç baba të do të marë, vllai ka hik, unë të shkuj, s'ka. Kitë rinia këta që kena konë me gjëllarë, që kena punavë bashkë, nuk ka kurkush. Kurkush se punon më këtë fushën, dhe jese kjo kitë shkret. Për të panë nga afër këtë situatë, por edhe për të vizituar një fermë pulash dhe bagëtish, këtë familje e vizitoi zëvendës ministri i bujqësisë Albrim Hoxha. Sipas tij, qëllimi i këtyre vizitave në terren është njohje e drejt për drejt me hallet e bujqve dhe blektorëve, me qëllim përshtatjen e masave dhe programeve mbështetëse. Qoftë për zhvillimin rural, qoftë atë për pagesa direkte, që me qëllim që edhe jeta edhe puna e tyre të bëhet më e lehtë. Për ne, për fushën e peptarisë apo edhe për blektorin, përveç pagesave direkte të rregullta, neve ofrojmë ndihmë edhe përmes programit nacional për zhvillim rural, po edhe programit për mbështetje financiare në bujqësi. Kujtojmë që në vitin 2024, pemët në rajonin e Pollogut u dëmtuan rënd nga ngricat, ndërsa në vitin 2025 nga breshëri, gjë që la bujqit pas një prodhim, ndërsa çmimi i qershive në treg aso kohë shkoi deri në 250 denar për shkak të mungesës. Sipas bujqve, zgjidhja afatgjate që shteti duhet të bëjë është ndalimi i importit nga jashtë në kohën kur dalin prodhimet vendore, në mënyrë që atyre të mundësohet shitja e produktit vendas.